Ka thonë sallallahu alaihi wasallam hadithin që ka nxjerrë Imam Buhariu nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Kush i beson Allahut edhe ditës llogaris, le ta nderojë musafirin e vet. Le ta nderojë musafirin e vet. Do të flasim çka nderim. Do të flasim çish i bie me nderua. Çka me nderua? Apo do të flasim se nderimi lidhet me fytyrën, lidhet me gjestën, lidhet me ushqimin, lidhet me klimën, lidhet me atmosferën, lidhet me përcjelljen, lidhet me si ja ke çelderë. Këto i në feliukrim dhaife. Le ta nderoje misafirin e vet. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit alayhis salam në nxitjen e respektimit të misafirit. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam e ka krahasue, dhe shikoj ki krahasim më shumë i madh. E ka krahasuar pejgamberi njeriu i cili e nderon musafirin me një njeri i cili del në luftë rrugt Allahu xhelel xhelalu me kalin e vet. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam hadith që ka xher Imam Ahmedi. Ka thënë, s'ka të njerëzit siç të dy. Janë shumë të mirë këta njerëz. E çka bën këto njerëz? I pari ka thënë, e ka kap kalin e vet, e ka kap për frena. Ka thënë edhe ka dalë me luftu rrugt Allahu xhelel xhelalu. Edhe yejteni bu shururan nas, edhe është largu nga sherrri njerëzve, smiret me njerëzve. Apo e ka dhënë veten Allahu që ka pas plot të sahabeve, që ka ardhur për disa sahabe, ka pas për sahabe, ka ndodhur një herë provokime, fërkime kështu me radhë, ai ka thënë diçka. Ku ka më luftue çeto. Ama kalin, s'du më morë me kërkal, edhe ka shumë ka dek. Apo ka thënë s'ka si njerëzit që ki, smiret me njerëzve. Dhe i dyti ka thënë alayhi salatu wasallam, dhe një tjetër, çka fa krahasimi. Ka thënë dhe një tjetër, rri në fshat vet me delet e veta, s'përzihet me njerëzit. Ka thënë me ba më ardh misafir, ja u hap hakin. Shiko, dy njerëz ka thënë, këto janë shumë të mirë. Ralli gjenë që to. Njani që lufton rrugt Allahut, smiret me njerëzit, edhe i dyti e këshir baktin e vet, i këshir delet e veta, ama kur i vin misafir, nuk ka prac. Ja nuk ka prac. Apo andaj shiko, e ka krahasu mikpritsin e misafirit me një njeri i cili del rrugt Allahut. Pra, rana me prit misafirin, ama është bujari me prit misafirin. Sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo ka qenë prej asaj që ne ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej gjërave që i ka përmend pejgamberi alaihi salatu wasalam është se pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka prue hakin e misafirit disa pjesë vajib. Do njëherë me e prit një nat e një dit apo deri në 3 nat, kanë diskutuar dietarët, është obligim. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam hadith që ka dhënë Imam Abu Daudi, ka thënë lejletu dhaifi haqqun ala kulli muslim. Një nat mysafiri e ka hak të secili musliman. Një nat e ka hak. Apo andaj dietarët kanë thënë një nat, do ta bëjmë një hadithin tjetër. Një nat edhe një ditë vajib është nëse vjen dikush pi, ama këtu musafir e ka për qëllim kur vjen pi udhës lart. Ka ardhur njëri pi udhës lart. Një natë në ditë farz e ki me e majt. 3 natë o mustahab. Pastaj ka thënë alayhi salatu wasalam, nëse ja shton sadaka për tije. Sadaka për tije. Ka thënë alayhi salatu wasalam, e ai i cili mrin te ti në borr, men asbaha bi fana'i, ai i cili mrin te ti në borr. Ka thënë ata ma e ki borxh. Ka ardhur njëri pi udhë, edhe të ka hinë shpi në borr. Thot erdha burr musliman te muslimani, erdha pi larg. Qa do me ba? Obligime ki me prit një nat edhe një dit. Kjo është tek një numër i madhi i djetarëve. Pas të ka thënë alayhi salatu wasalam, pas një nat e një ditve, ka thënë si doje e ma, si doje thot tash, të më thonë, je i lirë se s'ka mundësi ma tepër. Kjo është ajo prej vlerës se ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hakin e musafirit. Gjithashtu ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kush i beson Allahut dhe pejgamberi edhe ditës së gjykimit, le ta nderoje shpërblimin e musafirit. Le t'i japë shpërblimin musafirit. I tha ja Rasulullah, çfarë shpërblimi ka musafiri? Ka shpërblim në veçantë? Ka thënë po, yaumuhu wa laylatuhu, dita dhe nata e tij. E ka hak të tima. Një nat edhe një dit e ka hak. Asa prej muslimanëve
këtë aspekt ngushtohen shumë, sidomos këtë kohën e varfërisë të zemrave që kanë jetuar. Shtëpia po, telefona po, kontakt po, s'jam këtu. A ardh kjoa, e kështu më radhë. Për familjarët e vetë thotë qështu, a ardh kjoa, e këshyra atje për vrime. Apo, kjo nuk ka e moralshme, nuk ka e ndershme. Muslimanët më kanë i hapur. Muslimanët, jo me dikush me ardh, me të uzurpu, do të flasmi se me mësam shpejtar ja kanë uzurpu shtëpinë. Do o tërpnumi i dhanë, ja ka mundësi me maneru shtëpinë se u bo shumë tash. Apo, mirë pa me një lloj edukate të ndërsjellët, muslimanët do me pas zemrën e gjanë. Pastaj ka thënë alayhi salatu wassalam, ndërsa misafirlloku është 3 ditë. Po nëse do me rrok misafirllokun, 3 ditë e 3 natë, maje. 3 ditë e 3 natë. Ka thënë kjo ja ka dhënë hakin musafirit. Ka thënë e çka ka mas kësajna o sadaka për ti. Domethënë, 1, hak e kini në ditën e natë. Misafiri që ka vjen pilar, ka bo rrugë. Apo, supozimisht e pakta me pas dal prej shtetit apo pivenit, apo një natë një dit hak. 3 ka thon kjo misafiri. 3 natë e 3 dit. Apo, ndërsa pas kësajna, shikoj pse thot, mira, edhe pas kësajna, njëri thot ka marrë me të nejt 20 dit. Shuma. Mi përse ka thon, nëse ki mundësi, mos e refuzo. Pastaj ka thon sallallahu alaihi wasallam, e nuk i ka tash, kjo është hakin i koqirit, çka e ka me prit misafirin. Pastaj ka dal ka ky. Sa nuk e haron ekuilibrin e hakeve. Ka thonë nuk e ka halal muslimani që të tnejet e vllai i vet musliman derisa ta shtijen gjuna. E i thanë sahabët, ja Rasulullah, e çysh e shtin gjuna? Tha e shtin gjuna, ai kthir me net, ai s'ka mundësi me prit. Njëri thot, po të vimet nejt 2 muaj. Ku me të majë bëllat 2 muaj? Se di muajin kur e qes vet, tash ana tjetër, apo 1 natë, 1 ditë ja ban halli njëri. 3 ditë mustahab, ja ban mustahab, apo me të ardhë për shembull 2 muaj, me të ardhë shumë. Ka disa njerëz s'kan ndjesi, çdo problem disa prej njerëzve s'kan pas ndjesi edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha mos e shtinin gjuna tash. Apo njëri thotë, unë mos ti dersit kismet Allah, do ti baj domos sa vërlloke. Një natë ajin, jo, kur ki nevojë. I ke arpi dikun larg, tash i lot se ki trunin as të kthjell, normal se mundesh me thirr një familjar, mundesh me thirr një shok, me thon, duhet një natë një ditë me e kalu dikun, apo shkon dikun, viziton dikun në një vend, apo shkon për shembull ta zona në hax apo në një vend tjetër, edhe e njefti dikana. Ai duhet me të prit. Edhe ana sjetës. Kjo ajo prezentën e kam përmend prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çështjen e misafirllëfit. Gjithashtu ka qenë prej traditës së pejgamberit alaihi salatu wassalam që ta respekton misafirin shumë. Tregon Miqdad ibn Amri, një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni këtë hadith e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot kesh une edhe 2 shok tjerë. Edhe dojshin me na plas domthon gjymtyrët prej urijës. Dojshin me shpërthy. Kanë tu tha. Thuhet se ka qenë një vit i thatë. I ka prek plot. Do të përmend se e ka ndodhur kjo edhe te Abu Bekrit, te Omerit, te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe dolëm te njerëzit dhe u thonë, a keni vetë diçka me hangër? Kur kush s'ka. Apo kjo kur kush s'ka, i kanë komentuar dietar, ose si kanë pasur rënët, ose se kanë pa obligim, e kështu me radhë, nuk është me rëndësi. Thotë dhe nuk na shtinin misafir kërkush. Thotë dhe na mujti uria. Atëherë tham, a shkojmë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Jeri më i mirë, alayhi salatu wasalam. Thotë dhe shkojmë te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe i tham ja Rasulullah, na ka kput uria. Na ka mund uria. Kur kush ta ka prit misafirullah. Te këtë kemi kërku, kur kush ta ka prit. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka hyrë në shtëpi vet, te njëra prej grave të veta, edhe i ka marrë disa prej edhe dhive. Edhe ju ka thonë, mjelni këto, apo merrni prej qumshtit. Edhe i kam përgatit. Edhe thot, pitëm e ungopëm. Pitëm e ungopëm. Thom, edhe tash, mas i ardhëm edhe misafir të përmësam, po rrim edhe magat, po flejna. Edhe tham flejna. E përmësam e ka pas në gjitë, edhe gjamia, do në konë sikur me flejt gjami, të përmësam e kështu më radhë. Apo,
Edhe thot dy shokët e mi fletën, pejgamberi selam, edhe këtu e ka treguar edukatin më sa. Thot pejgamberi selam u çu ka dalë me fal namaznate e këshiri, a ka dikush çut? Jo. Kur nuk e ka trazu dikan, domthon, hajde tash ti mu fal. Jo. Thot u çu dhe nuk e shqetësoi kërkan. Filloi mu fal. Edhe thot ki sahabiu, thot e mu merr shejtani. I ka ardhur vezvese, normal, ka thënë mu merr shejtani. Edhe më tha, tash Muhamedi alayhi salatu wasalam shkon te do shokët vet ensar. E ato e presin e japin me hangër, hiç mos e ki gojla atina. Ka thënë mu kishit çka tamlin çka ka met sose. Çështu ka thënë sahabiu. Domthon, mu merr thot, Miqdadi thot merr shejtani. Edhe më tha, mos ja bajti gojla më sa. Atë pjesë që e ka lënë, pije ti vet. Se ai nderohet pi dikujt tjetër. Thot dhe e pi taket. Thot edhe kur e pi taket, thot ardh për zditi shejtani. Apo edhe më tha, që shtash, kjo është shejtani. Ç'ti më bani vepër, pastaj të lidh çaty. Tha, e ç'tash kur të vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur ta shohë se ja ke pi pjesën e vet, ka me të mallkuar. Më thënë se sokon një orë kur me mallkuar. Thot edhe ja nisa tu kugu subhanallahu, ja pita çumsin pjesën e tina, tash ka me mallkuar. Apo thot edhe fillova kishe po flet. Sumsi ke gjumi. Ato dy shokët e mi të kishin pas flet, thot mu faktikisht më futi ngras kë shejtanit. Apo atë ka thon fa atani shejtan, marr shejtani. Edhe tha tash veç e pritja kur të vjen kur ta shohë çumsin s'është çfarë duaja ka me bë kundër mua. Atëherë thot ardh pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha edhe e kryti namazin, edhe kur i ngriti dur kacilla. Tha edhe thash shkova. Ka mu lutë kundër mua. Edhe më tha Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Tha o Allah, ushqej kejta tash kam ka ushqi mua dhe jep ju me pi kejta tash kam japin me pi mua. Su ka lutë kundër tina. Pastaj thot edhe shkova unë prap i këshira që të dhija. Thash ta nxjerrë do çum para t'ja baj gati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe ja bona gati, edhe erdh pejgamberi alaihi salatu wasalam, edhe më tha a pitet, a u ngopët, a jeni mirë? Von e ka nderuar mysafirin, apo ja ka dhënë këta çka meriton, pastaj u ka çumu fal, tani u ka kthye. Thot Miqdadi, thot po i thashë Resulullah, kemi pi e jemi të kënaqur me kpritin tonë edhe me mysafirllokin tan. Atëra thot kur ja nisi me relaksu në muhabet, as pat mallkim, asnjë, on nuk e ka sill pe ose me tërthorazi, me temsi çka i themi ne. Jo. Atëra thot ai sa më shumë jep ke muçere, të mirë, thotur ja nisa të kesh, tha edhe ja nisa ushtrinë për tokë të kesh pikëzimit. Domthon pshtova për asaj vezvezës shejtanit që kam të mallkuar. Atëra më sa më murva se ka diçka këtu. Atëherë më tha, o Miqdad, pa e banaj sen. Jetu kesh, e ki pa dikush kur lirohet, po ti se di për qka ato liruhe. Dhe më tha për mësam, ihde se u atike ja Miqdad, o Miqdad, pa e ba diqka, najtë keqe, pa s'ke ba. Tha i tha, dhe keqja ka zoha në gjarën time. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëri tha pejgamberi alaihi salatu wassalam, ma hadhihi illa rahmetun min Allah. Ka dhan, o Miqdad, këtë kjo është për rahmetit Allahu Gjelluar. Ti pi mua me prit me të mallku, unë të kumë morë misafir, kjo rahmet për Allahu të bare, kjo nuk sila unë qish po të ka folaj, a i shka ti e kësu gozue. Ka thonë, e fela kun të adhen të ni, fe nuk idha sahibejnë, fe jusibani minha. Ka thonë, po pse së më thire barëm edhe muë, e ti këshmi të razu edhe ato shokë, barëm këtë bashkë me pi, apo? Nuk është problem se e ke pi, po pse si thire dhe dostat e to, e më thërë që edhe muë, pishmi bashkë. Shiko këtë rahmet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit alaihi salatu wasalam. Ka qenë i këndshëm, ka qenë i mirë, ka qenë i lehtë. Ka thonë tash, edhe pjesën tema, i në po njerëzit, subhanallah, rokët për kryp, që me kje me këtë? Apo, ato gratë që ka marojnë, Allah isha Allah u ndihman, edhe me agjerim, edhe me krita vërshësi që ka i kanë. Edhe ti hullër si zotni, edhe së pëlqenjë diqka,
Kush jebe ti mos të pëlqej diçka. A e ke vetë kush je ti? Çka ta merrmenja? Kanë të han krimat. Ti ki me i në varë. Ama ti të kapë fudulloko, apo se veç ti kini nuë, veç ti ki agjeruë. Ajo gruja ka agjeruë, edhe nana ka agjeruë. Apo sabër pak. Edhe me ironi njëzit i përdore, apo thonë, që s'pas ke maru kur gja, e s'pa e ba kur gja. Shikove mësa mja ka morë hisën e vetë. Ka thonë, o, me këdad, rahmet, mëshirë, s'ka problem. Ku është me thonë ti kërës tane? Ali me kërës, s'ka problem. Dhe ti ki funit ki agjeruë. Apo, ajo, si duhet me e ditë se tamam, mushim, qish duhet, apo? Atë hajet pia, apo? Po ku është lodhja sajna? Po funit që me ecë nuk zenë në shalot. Po është gruja jote, është nana jote, apo? Vetë fakti që u munu me ta mbush të rezën, me ta shtru të rezën, kjo më jafton, apo? Ujve si të kishë që ti. Omar Khattabi, kur pinte të uj kante. Edhe i thoshin shok të vetë, thoshin, pse po ka në Omer? Dhe ke po ki uj, subhanallah. Qish mi thonë Allah i faliminderit. Nëse ti ki ujë të shpia, vallahi kjo mjafton. A di sa njerëzit s'kan ujë. Dhe jamën për t'ja kalzevish një fetfa. Tash në Afrika atje, a di çka i veti në xhallart? A di çka i veti në xhallart? O hoxh, niftari kur po vjen, s'kena kur gjash ka me hangër. A na ku ta xherimi? Që në plot pipezet muslimane. Fukara deri në atë skaj, thot kur vjen si iftari, unë s'kam as me hangër kur gjash. Am kuët mu që kam ninue? E njani për neve, i dini fudullokët. Fudullokët e liga, harroja të gjëra. Dush mi ka du respekt nanës tane, gryës tane, kush do vajzës tane që të ka boje mekin, apo të ka shërbije, pse? Që i të mendue? Që e zeti vetën? Apo, a i kipa dhe kjetëri, erdë ky, do mon, erdë plaki tash, shtangun i kejtë, si Hitleri me ardë. O dhe Hitleri ma i butu konë. Hitleri ma i butu konë. I ka qitë njerëzit luft, ka thonë, si të pështoj që je i lirë. Apo, o më të do njerëzit së pështoj në kur, subhanallah. Apo, andaj, ma komod me muslimanët, ma i let me muslimanët, ma të let me muslimanët. Se ka zarë dhe ajo. Vështë është duhet, ajo 30 iftara, 30 sifira, 60 i ka nga i letë familjes. Edhe ti, vesh më rolat, me ato gjatat, se më të shkurtat, jo, gjatat, që ta more vesh. Apo, ja i thonë me iftare, me sifir. Kur du të më falë ajo? Kur du të me pastru ajo? Kur du të me këshirë fëmijën ajo? Dhe buri du të më kanë shumë, du të me plotësu burnin e vetë me qëfar? Me sabër. Me adit asaj se edhe ajo ka pas zor. Kjo ka qenë për traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.